Shkrimtarja dhe poetja Mimoza Ahmeti ka tërhequr sërish vëmendje në rrjetet sociale, këtë herë me një njoftim të pazakontë që lidhet me eksperiencën e saj në Ferma VIP 3, format ku ajo u shpall fituese. Mimoza Ahmeti ka publikuar pamje të veshjes që përdori gjatë një performance në spektakël, ku u shfaqe transformuar në stilin e Lady Gagas. Seti përbëhet nga veshje me kuadrate dhe këpucë blu që ajo mbante gjatë performancës. Krahas pamjeve, Mimoza ka shkruar se veshja nxirret në ankant, duke filluar nga 5.000 euro. Njoftimi ka tërhequr vëmendjen për shkak të shumës së vendosur, ndërsa për momentin nuk është e qartë nëse bëhet fjalë për një ankant real apo për një tjetër batutë me humor nga shkrimtarja e cila gjatë qëndrimit në Ferma VIP u komentua shpesh pikërisht për spontanitetin dhe batutat e saj. Në çdo rast, postimi ka ngjallur diskutime, ndërsa mbetet për tu parë nëse do të ketë ndonjë ofertë për setin e famshëm të performancës së saj. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.